Po më Ti bësh telefoni këtë është bëhet fjalë. Jo shumë bukur, se do mundohem ta bëj special. Jeta në fshat aktualisht. Po vështirë është këtu, s'ke as puna si gjë, aty pa punë i kam, të dy. Nuset mikën të dyja, i pa të dyja nuset motra, miku një, miku djali, miku edhe tjetra, mi lapëmit. Ajo mjera mi kapit atje, e tosit në koshë, tjetra mu martua, mori burë tjetër në Pogradec, se më jam për të qarë, morë birë. Pra fshati Pojanik, ashtu si gjithë fshatrat e tjerë, vazhdon të shpopullohet, të ikin njerëz. Po iki këtu, s'ka shumë njerëz këtu. Janë shtëpi ka njerëz, të nga facet, të qeret ka nikur, këtë ka nikur, s'ka shumë veta, s'janë shumë njerëz. Pra në dy fshatra, për herë të parë kemi parë një fëmijë që vjen në rrotull shtëpisë. As fëmijë nuk shohim. Dhe njerëz, këtu më ka nikur gjithë fëmijët, janë 8 fëmijë, 7 fëmijë, vetëm kjo më ka ngelur këtu. Për sa vitesh nuk ka shkollë fshati juaj? Po bënja 4 vjet. Që shkolla këtu u largua, ja 4 a 5 nuk e di o birë mirë, së jam me gjendje, ta them drejt. Që më ka i kërcu, unë zi qarë them, zi qarë ben. Jam bërsesh astisur. Nuk e di, në shkrejt. Pra kushtet shumë të vështira, duke qenë se mundon dhe rruga. Me i pension jam unë, 80.000 leka, ma që do bëj unë, jam veti 6. Quna s'ka ku punojnë, të 2 qunat më kanë ngellur. E një fëmi kam edhe që pun të sëmur, kam 3-4 vjetë që pun e kam, e di ky quni. Që pun time, thjeshtë. Ne. As asistencë. Një asistencë ma 60.000 lekë që marë. Që do bëj me të unë? E 80.000 lekë pension, që ti bëjë të ilace, unë të marë trupa ilace, ti ha buka. Jam shumë e vështirë, qune s'kan ku më punojnë pare, të dy pa puni kam. A ju kontaktojnë njëherë drejtuesit e bashkisë, deputetët, dhe çfarë ju premtojnë? Atyre nuk qanë. Të tëra të djalit, ata mi paguan. Të çunit, të s'kisha mundësi të paguajnja. Ata më s'kan qërë të thejmë. Nuk dalë gënjeshtare. Më ndihmoj bashkia për të djalit, të gjitha të varrimit. Gjatë viteve të sundimit të komunist, kjo zonë shuhej sot tepërmi për shfrytëzimin e pasurive natyrore si atyre ujore, por sidomos të lëndës drusore dhe ishin të punësuar 800 deri në 2000 punojës në periudha të ndryshme të saj, të cilët i jepnin jetë dhe begati kësaj zone malore në periferi të zonës së Prenjasit, po kështu edhe të Librazhdit. Jeta e gjallë kulturore, artistike dhe puna me turne në këtë zonë e kishte zhndruar atë në një qytet të vërtet, të cilës nuk i ka mbetur më asnjë gjurmë. Ore je vesh si dhënda. Nuk flasë njerëzit që në së Dolën për këto punë, dolën për të banë. Ju uroj mësuesve tuaj, shtatë. Por sot, po të shikojmë gjithçka e braktisur. Është për të ardhur të të popullatës. Se këtu ka pas shumë njerëz. Edhe këtu mund të kishte 2000 punëtorë që punojnë. Me menza, si të them unë, kurse sot një shkretë njerëz që nuk ka funi.
që kjo lloj shkretëre në këtë vend, po t'jesh në brendësi të tërë literaturës e çfarë flitet, asnjëherë mund të flas pe 400-500 vjetët, ky vend është bazë e bukur. Ase të themi një. Kësa radhe ka ngel, nuk lihet si do vesh. Aktualisht me çfarë merret popullsia që ka mbetur në këtë zonë? Popullsia që ka ngelur në këtë zonë dha fos me të venë. S'ka se çfarë flet, s'të pyet njëri. Pa gjallë i vdekur. Kryesisht shohim të moshuar. Po, i moshuar unë kam hyrë për 81 vjeç unë. Ma sa ka ardhur një e padisciplinuar, kjo e çuditshme, se mund t'i themi një diçka, halli që me atë bujarin atje shkojnë, vim, këtu nuk hënë del njeri ma, edhe ata që janë. Cilat janë kujtimet më të bukura të qytetit së famshme? Po kujtimet e bukura deri në vitin 90 që shkatërua, këtu ishte tamam qytet. Vim në darkë aty në klub, po të thuash deri në javët ishte me henje, me ç'të them unë, llafoset ma. Nuk e thua. Nuk e se çfarë flet. Dhe fshati Stranik dikur ka qenë një nga fshatrat më të populluar të zonës Stravajt. Aktualisht shohim shumë pak njerëz në rrugë. Patjetër. Tani kota fundit është bërë shumë largim i madh. Pasojat janë goxha si për fshatin dhe për vetë komunitetin këtu. Dhe kryesorja këtu është se rruga është një çik, jo një çik, por është goxha e prishur. Është problem rruga. Shkolla këto i kemi pasur deri tani, por numri i fëmijëve ka rënë jashtë mase dhe për gjendje është e papërballueshme për komunitetin tonë. Aktualisht shohim që edhe mësuam që vazhdojnë të ikin familjet nga fshati Stranik. Po, largohen. Çdo vit ka pasur largime. Aktualisht me çfarë merren familjet të cilat jetojnë ende në Stranik? Të themi, mosha jon ka ngelur këtu tani, moshe të 60 e përpjet, të paktën të rinj. Edhe hiç, na më shumë ruajnë na emigrimin e punë e fëmijëve. Të sa këtu. Pra një shkaqet kryesore që vazhdon të largohet popullsia nga zona është mungesa e infrastrukturës. Infrastruktura është gjë kryesore. Të kryesh një aktivitet pa rrugë, s'ke ku e shet. Ndërkohë shohim kudo plot shtëpi të reja të ndërtuara mjaft bukur. Shtëpitë janë të ndërtuar tani, kohë fundit. Po, vetëm se infrastruktura e ka larguar. Qerë dhe kopës shkollë vazhdojnë të jenë të hapura? Janë, dhe tani janë. Janë po, det mbylljes. Edhe këto drejtë. Det mbylljes. Por veç bujqësisë, blegtorisë. Tani s'kemi pasur në një lloj aktiviteti tjetër. Ky është për në një turizëm, në një gjë kështu, pika turistike të hapish, është e kohë. S'të hyn tjetri. Nuk e fut dot makinën kështu. Ju e pa dhe vetë. Ndofta kur erdhët. Për kaq kilometra rrugë do të ishte shtruar. Po për sa i takon martesave, ka dasma më në fshat si dikur? Jo. Da ka marrë mallit shohim i dasmë. Në Stranik kur është bërë dasma e fundit? Tu tani për tani, një men kam filluar e bëj poshtë dasmat edhe. Po, nuk të ketë gati një vit e kur. Ju me çfarë jeni marrë kryesisht në shumë herë? Me emigrim tani ashtu do të. Se mosha bon të vejnë. Po rrim, ruem në fëmijët më shumë. Faleminderit.